Ata 7 që dalin për siratit, këta shpëtun për xhenemi. Ama llogarinë e madhe kryten, por ka një llogari e vogël. E që ajo llogari është mes muslimanëve. Dërsa këtu ka qenë përgjithshme ka. Atje përtej siratit në këtë vend kantare pas xhenemit, para xhenetit, e që bie mes xhenemit dhe mes xhenetit, muslimant do të më qiru mes veti. Si për shembull, gruaja ka fol burrit një fjalë, burri gruas, vllaut, këqija ndaj këndej, kanë bërë të farë zullume të vogla mes veti. Ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se banorët e xhenetit apo xhenetlit kur ta kalojnë orën e siratit e kryjnë llogarin ditën e gjykimit, vije ora e siratit, e kalojnë orën e siratit, vije një vend i quajtur qantare bejn el xhenneti wan nar, mes xhenetit dhe xhenemit. Tani se çka është për qëllim me këtë qantare mes xhenemit, a është një vend, a është orë, kur të bie thotë është orë. El ajni thotë është një vend mes xhenetit e xhenemit, një pikë qëndrimi, ku krejt xhenetlit mblidhen atë para se me hinë xhenet. Dikush tha se Ibn Hajeri ja bën ngat me kanë fundi i orës së siratit. Fundi i orës së siratit. Krejt milione xhenetli. Pre Ademit, deri i funit. Çka janë ka lindë këtë dynja dhe që në xhenetli kanë më të buqat. Pse të bëhen atë tash? Aty të bëhen mblidhe njerëzit për me dhanë edhe një llogari tjetër. Po nuk është kry llogaria më herët para siratit. Po është kry, e vërtet është. Njerëzit, ditën e kiametit, ditë e kiametit është krejt e asaj bote që ka të bëjperi në gjalljes. Njerëzit, në ditën e kiametit, në një vend të quajtur mahshar, vend të bim, mblidhen prej Ademit a.s. njeriu të parë deri te njeriu i fundit që lind këtë dynja. Musliman e jo musliman. Krejt njerëzit ka me dalë para Zotit. Dhe rreth atij vendi, sillet xhenemi dhe rrethon atë tokë. Dhe njerëz e shohin xhenemin dhe kap të mirë. Gradualisht vije koha me fillu llogaria, llogaridhënia. Deri tek matja e veprave, peshoja e veprave. E pastaj ata që janë për xhenem tërhiqen zhagazin xhenem. Ata që janë munafika u shkojnë për mas muslimanëve deri afër orës së siratit për tani kthehen. Detyrohen më kthy, nuk mundsohet më shku më afër më hip në sirat. Dhe tërhiqen zhagazin xhenem. Kështu që mi sirat, xhenemlit shkon xhenem. Muslimanët janë të kalu siratin. Sirati është ora mbi xhenem, sepse thamë rreth, që asaj toke ku janë njerëzit, është e rrethuar me xhenem. Xheneti për tej. Nuk mund të kalesh për tej, pa kalu atë sirat, atë orë, e cila është më e hollë se qimja e flokit. Dhe njerëzit kalojnë atë orë, që ka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se mbas ameleve të tyre. Ka njëri që kalën si vetima, ka dikush që kalën sikur një kalor si shpejt, dikush sikur me vrapu, dikush sikur se me hec, dikush e kalën tora të qu, dhe dikush e kalën zhag, dhe dikën ngrehin me lachet, në dy ante e urës, janë me lachet me dëfar karrema që ngrehin poshtë njerëzit. Ata të cilët kanë me hynë xhenem për një kohë caktuar. E kalojnë siratin krejt pejgamberi rrën të ora, e siratin kryetores. Ato rënaj, dej të kalojnë i meti vetë krejt. E thëtë, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. O Zot, shpëto me metin tim, shpëto metin tim.
një pjesë e madhe, shumë madhe njerëzve pe urës bin poshtë. Bin xhenem. Sa të dush njerëz. Ata që Allah dënë me i dënu, të bareke vë talë, ama jenë musliman, me që ndru sa dënë zotin xhenem, e dikur me dalë. Ta shta që dalin për seratet, këta shpëtun për xhenemi. Ta shpëtun. Ama, llogarin e madhe kryten, por ka met një llogari e vogël. E që ajo llogari është mes muslimanëve, ndërsa këtu ka qenë e përgjithshme ka. Atje për te seratit, në këtë vend kantare, pa marrë se është fundi urës, është një urë tjetër, është një vend e caktuar, jo me urë, por vend e caktuar, që quhet kantare, më rëndësi pas xhenemit, para xhenetit, e që bie mes xhenemit dhe mes xhenetit, muslimant do të më qiru mes veti. Se për shembull, gruaja ka fol burrit një fjalë, burri gruas, vllaut, këqija, ndaj këndej, kanë bërë të farë zullume të vogla mes veti. I bojnë na ka parë, kena shumë burra të mirë. E shumë gra të mira kanë erdhë, na shkretojmë ka pak. Po Allahu nuk dhe më nashtin xhenem për çato. Se është i mëshirë shumë, na imbulon. Kur dalën për te ure, thot rrëtëmi naluni. Sepse jo halakin në zemrat e juaja, diçka o rejtje ke qa dashën ndaj filan të filanit. Nuk vjen mirë me pa filanin, pse? Të ka shah, pse të kanë zaudhën këtë dynja. Andaj do të me bo halal, do të me pasru edhe një herë. Pra është një farë llogarie e dytë, mes arabëve, mes xhenetlive. Kryet kjo në mënyrë që kur t'hin pastaj fillojnë hapën dyert e xhenetit dhe fillojnë me fut në xhenet, i pari pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pastaj pejgamber të tjerë kështu me radhë. Në mënyrë që kur futen njerëzit në xhenet, mos të kenë asnjë urrëtie. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surar mutaqabilin. Dhe u anxirrim pe zemrave të tyre çdo grimt, thërmi, sasi të urrëties, keqadashjes, të zilis, të hasetit ndaj tjetrit. Nuk bën me hin xhenet të ja dosh të keqen dikuj, apo të pas ndonjë keqadashje, apo jo një gjësit mirë ndaj kujt do të qoftë. Ja, nuk pranon xhenet. Xheneti pranon veç kur zemra është e pastërt. Nuk kanë të urrëtie as keqadashje ndaj asnjë njeriu të këtë dynja. Kjo është kantare. Allahu na mundsoft me hin xhenet. E më shpëtu pe xhenemit, ja Rabbel Alamin, o Zotin, Allahumma amin.